Humoristi Besim Dina është një nga figurat më të dashurat e ekranit. Prej vitesh, ai drejton një ndër emisionet më të shikuara në Kosovë, Oxygen Show. Vetëm para pak kohe, Besimi ka marrë nga Radio Televizioni i Kosovës plot 188.000 euro. Dina e ka marrë të shumë me ndihmën e përmbaruesve privat pas 8 vite shpritje. Për posanës profesionale, ajo që ka më shumë rëndësi është edhe kurreshtja për jetën private të humoristit, të cilën ai ka dëshirë ta mbajë te jetë private dhe larg syve të publikut. Shpesh ai bën shaka me faktin se nuk do të mund të gjejë dot grua që ta shoqërojë gjatë gjithë jetës, duke marrë parasysh moshën që ai ka. Por e vërteta nuk është kaq e hidhur, pasi ai është fotografuar në një qendër tregtare në Austri me një femër bjonde dhe shumë simpatike, i përqafuar, duke zgjedhur bizhuteri floriri në një dyqan. Gjatë një interviste të dhënë së fundmi, Besimi nuk ka dhënë detaje për lidhjen e tij, por ka thënë diçka akoma më interesante dhe që nuk pritej. Ai tha: "Unë kam besim se së shpejti do të bëhem baba, dhe ky është një nga momentet që e kam pritur për një kohë të gjatë." Ai shkoi më tej, duke folur edhe për emrat që ka dëshirë t'i vëjë fëmijëve. "Unë e kam zgjedhur edhe emrin e djalit edhe atë të vajzës. Djali im do ta ketë emrin Plis, sepse babai im ka punuar gjithë jetën e tij me plisa, ndërsa vajza ime do ta ketë emrin Mije. Ky është emri i nënës time, të cilën dua që ta mbaj vajza në të ardhmen." Këto deklarata kanë ngritur dyshime se Besimi së shpejti do të bëhet baba, por ai ka vendosur ta mbajë tepër sekret këtë pjesë të jetës së tij private.